Në Maqedoninë e Veriut, kjo fushat elektorale nuk ishte thjesht garë për pushtet. Ishte një pasqyrë e qartë e krizës së besimit politik. Një fushat që definoi koalicione, por edhe i shpërbeu ato në të njëjtën shpejtësi. Në kampin shqiptar, u pan lëvizje të papritura dhe ndryshime të mëdha pozicionesh. Arben Taravari, dikur pjesë e bashkëqeverisjes, kaloi në anën tjetër të skenës, një vendim që tronditi ekuilibrat politik dhe i dha një ritëm të ri fushatës. Ndërkohë, daljet nga radhët e Akis dëshmuan se lidhjet politike mbeten të brishta dhe shpesh të kushtëzuara nga situata momentale. Fushata foli me tone të ashpra. Në vend të debatit programor, dominuan akuzat dhe kundërakuzat, përbaltja dhe personalizimi i garës. Në vend të vizionit për qytetarin, u shfaq dëshira për mbijetesë politike. Dhe kështu, dialogu u zëvendësua nga konfrontimi, ndërsa qytetari u la si spektator i lodhur në një garë që fliste më shumë për politikanët se sa për të. Në sfond, ndikimet e jashtme u ndjen qartë. Agenda mediatike dhe ndërhyrjet e padukshme krijuan një realitet ku demokracia u ndje në rrezik. Në vend të garës për ide, shpesh u krijua një terren që diktonte për manipulim të mundshëm. Por më e rëndësishmja, kjo fushatë zhveshi politikën shqiptare në Maqedoninë e Veriut nga retorika dhe ekspozoi në realitetin e saj të ndarë. Tregoi se uniteti nuk është më vlerë, por strategji e përkohshme, se përfaqësimi nuk matet me numra, por me moral dhe përgjegjësi. Rezultatet që priten me 19 tetor do të tregojnë se kush fiton në letra, por jo domosdoshmërisht kush fiton në ndërgjegje, sepse në fund të fundit, demokracia nuk vlerësohet vetëm nga kutia e votimit, por edhe nga mënyra se si politikanët dinë të dëgjojnë njëri tjetrin dhe qytetarin që i voton. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Agora, një hapësirë e re e debatit dhe analizës politike, ku së bashku me të ftuarit e mi në studio do të përpiqemi që të hedhim sadopak dritë mbi dinamikat e zhvillimeve të reja politike që ndodhin në Maqedoninë e Veriut, por edhe në hapësira të tjera shqiptare. Bashkë edhe me bashkëpunëtorët tanë nga Tirana apo nga Prishtina do të marrim informacione mbi zhvillimet edhe atje për të plotësuar le të themi kuadrin e hapësirave shqiptare. Sot në këtë Agora të parë, unë kam kënaqësinë që të ndaj studion me një mik të mirë, po mbi të gjitha me një nga emrat më të veçantë të gazetarisë shqiptare në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm, kënaqësi të ndaj studion me Seledin Xhezairin. Mirë se të gjeta, Fatjona, dhe uroj një rrugtim të mbar. Nuk dyshoj se ky rrugtim ka për të qenë i suksesshëm për ty, por edhe për teleshikuesit e tu. Të falenderoj shumë dhe do të diskutojmë sot mbi zhvillimet kryesore të kësaj fushate, që për hir të vërtetës ka qenë nga më agresivet. Kam përshtypjen ti ke ndjekur shumë të tilla gjatë këtyre viteve në Maqedoninë e Veriut, por besoj se edhe ty të ka rezultuar e tillë. Por më pas do të bëjmë edhe le të themi një shikim të shkurtër edhe mbi situatën në Shqipëri apo edhe në Kosovë, sepse duket që fjala zgjedhje ka qenë kryefjala e hapësirave shqiptare këto muajt e fundit. Por duke mbetur në Maqedoninë e Veriut, kemi përfunduar kështu me fushatën për zgjedhjet lokale. Si erdhi në sytë e tu, në memorien tënde, kjo fushat dhe gjitha dinamikat që e shoqëruan? Thënë të drejtën, zhvillimet e këtyre 17-18 muajve që kemi lënë pas, pas epilogut të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare e prezidenciale, sollën një tempo të re në politik bërjen këtu në Maqedoninë e Veriut, në sensin e, do thosha unë, acarimit të raporteve ndëretnike dhe gjithë kjo për shkak të mënyrës se si u krijua koalicioni qeverisës, pa e bërë të diskutueshme të drejtën e partisë fituese në bllokun Maqedonas SVMRO DPMNE-s, mënyra se si u përzgjodh aleati, partneri i saj nga bloku politik shqiptar, solli atmosferën çfarë e kemi jetuar
këto muajt e kaluar dhe për më tepër i ashpërsoi raportet ndëretnike pikërisht për shkak të thosha unë, agresivitetit të pushtetit ekzekutiv në atë që quhet barazi kushtetuese ligjore edhe e shqiptarëve këtu në Maqedoni, dhe kur them këtë kam parasysh abrogimin e balancerit, prekjen e çështjeve të ndjeshme si gjuha, heqen nga përdorimi në disa vende që bien në sy edhe të gjuhës shqipe, dhe kjo krijoi atë pakënaqësinë si tek opozita, por besoj se kjo pakënaqësi e shqiptarëve do të reflektohet edhe të dielen në mbrëmje, kur do t'i shikojmë rezultatet e partive veç e veç apo të dyja bloqeve në kampin politik shqiptar. Qëndrojmë pikërisht këtu, nga rezultatet e nesërme dhe tek kampet Maqedonët dhe shqiptar. Rezultatet e nesërme, a do të bëjnë një ridefinim të bloqeve politike mes shqiptarëve dhe maqedonëve? Vështirë se do ta prodhojnë atë, por do të prodhojnë, po them, edhe tensione shtesë, për shkak se sondazhet e deritanishme, sado që për kampet respektive politike edhe shqiptare mund të jenë të diskutueshme, sikur e paralajmërojnë se Maqedonia do të kaloj një vjesht, për të mos thënë një dimër goxha politikisht të nxehtë. Në këtë fushat, një nga, le të themi, postulatet kryesore që ka patur opozita ka qenë se rezultatet e këtyre zgjedhjeve lokale do të jenë ato që do të definojnë edhe mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme të përgjithshme. Ju e shikoni këtë skenar të mundshëm që këto zgjedhje lokale t'i paraprinë në fakt edhe zgjedhjeve të parakohshme që Maqedonia e Veriut i ka të njohur, ase i ka ndodhur shpesh? Të them të drejtën, jam i prirur të besoj se kjo kërkesë, për të mos thënë dëshire e opozitës shqiptare në momentin që po flasim, do të varet edhe nga thellësia e fitores së njërës palë dhe analoge me këtë disfata e palës tjetër. Gjithçka do të varet nga ajo se ta zëm kush do të triumfoj në Shkupin e Vjetër, në komunën e Çajirit, pse jo kush edhe në Tetov apo edhe në qytetin e Strugës. Fitoria e njërës palë në këto qendra ka për t'i dhënë atun më tepër kundërshtarit për të kërkuar apo mos kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, dhe natyrisht se edhe kjo gjithçka do të varet nga disponimi, le të themi, i kryeministrit Hristijan Mickoski, i cili realisht në kampin e vet, në taborin e vet, hë për hë nuk ka ndonjë rival që do t'ja rrezikoj fitoren e përgjithshme në zgjedhjet për pushtetin vendor në Maqedoninë e Veriut. Me që dolët edhe e përmendët kampin Maqedonas, ajo që realisht bën shumë përshtypje në 35 vite demokraci në Maqedoninë e Veriut dhe 25 vite nga lufta e 2001-shit edhe nga marrëveshja e Ohrit, ajo që bën përshtypje është se pse kampi politik Maqedonas e ka kaq të vështirë bashkëjetesën politike me politikbërësit shqiptar? Le të themi, nuk po ndalemi këtu se cilit kamp shqiptar, po në përgjithësi me politikën shqiptare ka të vështirë këtë bashkëjetesë. Në fakt, duket ashqyqare se zoti Mickoski është interesuar të ketë bashkëpunëtor
të dëgjueshëm në thojza dhe kjo mënyra se si po qeveris deri tani këta muaj që i kemi lënë prapa dhe gjithnjë duke marrë parasysh edhe pozicionimin e partnerëve të tij shqiptar në ekzekutiv në koalicionin qeverisës, kjo nuk është se nuk e kënaq zotin Mickoski dhe nuk është se nuk ja mban ison objektivave të paraqitura, të proklamuara, të bëra botërisht programore të VMRO DPMNE-s që nga fushata për zgjedhjet e përgjithshme prezidenciale e parlamentare, ku për hir të së vërtetës partia e zotit Mickoski, VMRO DPMNE-ja, fitoi në mënyrë do të thosha absolute. Një argument tjetër për këtë çështjen që sapo e shtruat ju është edhe, unë do të thosha, mos harrimi i asaj çfarë ndodhi në luftën e 2001-shit, kur patëm një konfrontim të dy palëve të kryengritësve shqiptar të organizuar në ushtërinë qeverimtare kombëtare nga njëra anë dhe forcat ushtarako-policore maqedonase. Sipas shumë vëzhguesve dhe vlerësuesve të jashtëm, kjo luftë u fitua nga UÇK-ja e prirë nga zoti Ahmeti. Pas kësaj, ka pasur eksponent të lartë, të afër do të thosha me partinë e zotit Mickoski, të cilët kanë paralajmëruar atë gjysmëlojën e dytë në sensin e një përballje të sërishme me shqiptarët dhe unë disa veprime të fundit të qeverisë Mickoski i shikoj pikrisht në këtë rrafsh në sensin që të themi t'i bëjmë zap shqiptarët dhe faktet nuk është se nuk shihen kryesisht e kurja, të themi, e vëllimit të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në për institucionet qendrore, apo edhe tek mënyra se si u ruajt, përkatësisht nuk u ruajt përfaqësimi i shqiptarëve në administratën shtetërore publike. Do të doja të ndalesha pak tek fjala juaj. A e ka vërtet Maqedonia sot luksin që ta provokoj këtë gjysmëlojë? Do thosha nuk e ka. Dhe kur e them këtë nuk e ka, kam parasysh ta zëm deklaratën e fundit të presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cila jo që përçoi ndonjë mesazh nga Brukseli, por e tha midis të Shkupit, ja tha mikpritësit të vetë kryeministrit dhe presidentes, pse jo dhe kryeparlamentarit Gashi, se topi është para Maqedonisë Veriut. E tha edhe këtë se Maqedonia për të çuar përpara procesin e negociatave të antarësimit me të drejta të plota në familjen evropiane, përkatësisht në Bashkimin Evropian, patjetër që duhet ta bëj ndryshimin e kushtetues dhe të përfshij elementin minoritar bulgar në kushtetut, gjë që kjo qeveri i mbetet besnike paralajmërimeve nga fushata parazgjedhore, parlamentare, prezidenciale, se vështirë se do ta bëj, dhe këtu e shoh edhe një humbje, do të thosha, serioze edhe të grupimit politik Vlen, që është pjesë e kabinetit qeverisës, e që nëse ju kujtohet, me të përfshirë në qeveri, eksponent të lartë të Vlenit të thonin na jepni një afat, kolegët tanë pyesin sa, 6, 9 muaj,
afati u dyfishua dhe ndryshimi i kushtetutës nuk shihet në horizont. Kjo natyrisht se ka për të rritur intensitetin e përplasjeve politike në radhë të parë mes Vlen, VMRO, DPMN-s dhe asaj që quhet Aleanca Kombëtare për Integrim, për shkak se pozicionimi i forcës tjetër opozitare maqedonase LSDM-s sikur Savin e po zvetnohet në sensin e uljes, do thosha figurativisht, në prehrin e partisë më të madhe maqedonase VMRO DPMN-s. Prandaj deklarimet e pushtetarëve për përcaktim evropian mbeten vetëm një retorik boshe, sepse Brukseli zyrtar jo njëherë e ka përsëritur se Maqedonia duhet të përmbush detyrimet e saj që dalin nga korniza negociatore, përkatësisht nga propozimi franko-gjerman që sikundër dihet u miratua dhe u bë propozimi i Bashkimit Evropian. E përmendët pak më përpara edhe Parlamentin Evropian dhe gjatë kësaj kohe një alarm jo i mirë për Maqedoninë e Veriut është edhe deklarata nga Bashkimi Evropian, nga Komisioni Evropian për impaktin serb në politikën e Maqedonisë së Veriut. Ju si e merrni, si e lexoni këtë deklaratë? Unë jam i prirur të besoj se kjo është një kamban serioze e alarmit që vjen nga Brukseli për klasën politike në Maqedoninë e Veriut në përgjithësi, dhe kur e them këtë, duke marrë parasysh edhe këtë që sapo e thatë, ditë më parë më rastisi të ndjek një intervistë të ish presidentit të vendit Stevo Pendarovski, i cili tha për median e këtushme maqedonase se ka përshtypjen sikur kjo qeveri është e interesuar që ta shohë në vend të ashtu quajturën botë sërbe. Duke marrë parasysh kontaktet rajonale, bashkëpunimin rajonal, pa anashkaluar këtu atë kredin famoze që kryeministri ynë doli ta siguroj nga Hungaria, dhe optimizmin perspektiv, do të shtoja, për thellim të bashkëpunimit ekonomik ndërmjet Hungarisë, Serbisë dhe Maqedonisë Veriut, atëherë gjithë kjo më shtyn të përfundoj se deklarimet e shkupit zyrtar për interesim për të integruar në Bashkimin Evropian janë një retorik boshe, për shkak se Brukseli zyrtar nuk u beson fjalëve, por veprave, dhe kujtoj se qeveria e Maqedonisë së Veriut në ballë me zotin Mickoski do duhej të reflektonin karshia saj që specialistët e fushës të financave, të ekonomisë e cilësojnë si humbje e njëmëri fondesh të shumave të larta, që të pakthyeshme mjete këto nga Bashkimi Evropian, pikërisht për shkak të ngecjes në reforma, pikërisht për shkak të mos zhbllokimit të negociatave për aderim me të drejtat plota në Bashkimin Evropian, dhe pengesë për ta quar këtë përpara ka qenë, është dhe do të mbetet mos ndryshimi i kushtetutës. I përmendët fjalën reforma. Ne do të ndalemi pak tek kampi shqiptar. Kanë qenë dy bloqe interesante lëvizjet që kanë ndodhur brenda këtyre dy bloqeve politike shqiptare.
Dhe me që jemi tek fjala reform, këto zgjedhjet dhe rezultati i tyre do t'i reformoj ose parashikon se mund t'i reformoj partitë politike shqiptare ose dhe kampet nëse nuk do kemi ndryshime mbas rezultateve, se duhet pasur dhe kjo në konsiderat, se mbas si dalin rezultatet, protagonistët politikë sikur ndryshojnë mendje nganjëherë. Fatjona, po e them sinqerisht, gjithçka do të varet nga epilogu i zgjedhjeve, nga rezultati i zgjedhjeve në komunën e Çajirit dhe sidomos të Çajirit, po pse jo edhe të Tetovës. Humbja apo fitoria e rivalve respektiv në këto dy komuna kanë për të qenë një vendimtare për shkëlqim rënjët, si të them më but, respektive si të grupimit politik Vlen, apo edhe të Aleancës Kombëtare për Integrim, saktësisht të Bashkimit Demokratik për Integrim. Që t'jem më konkret për teleshikuesit, mendoj se kush e fiton Çajirin në këtë betej të jesh atë mos jesh, Kjo është çështja? të jesh atë kesh, kush e fiton Çajirin, ai do të imponohet si fitues i këtyre garave. Natyrisht se fitoria apo humbja edhe e Tetovës do të ishte një arkëtim goxha në peshë për të dyja kampet rivale. Një nga elementet që ngjall gjithmonë shumë diskutim janë edhe liderët e partive kryesore shqiptare, po themi jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, po edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Një nga vështirësitë më të mëdha që kanë këto parti të mëdha politike janë krijimi i figurës së pasardhësit. Si duket është shumë e vështirë që të rinë të konsolidojë një status, një staturë politike që të jetë bindse për të bërë pasardhësit. Pse kanë kaq të vështirë partitë e mëdha politike që në vite, në eksperiencë, të ndërtojnë edhe 1 ose 2-3 figura që mund të shihen si pasardhësit e mundshëm? Nëse mendoni për zotin Ahmeti, kam përshtypjen, mbase mund të jem ndër të rrallët, se zoti Ahmeti deri në momentin që po flasim nuk ka humbur asnjë cikël zgjedhor. Dhe kjo i jep të drejtë atij që dhe antarëve të partisë së tij që ta drejtoj këtë subjekt që e ngriti vetë deri, le të themi, në humbjen e parë të një cikli zgjedhor. A përgatiten pasardhës, a ka përgatitur pasardhës, kam përshtypjen se disa emra që janë lakuar deri vonë se mund të jenë, ata sikur kanë qenë në Tetov thuhet tek nefes. Nuk kanë pasur durim të mjaftueshëm që të presin atë momentin për t'u imponuar. Dhe kanë defiluar në mbamendjen time 3-4 emra, të cilët shiheshin si pasardhës të mundshëm të zotit Ahmeti. Ta plotësoj edhe këtë. Humbjen në zgjedhjet lokale të para 4 vjetësh, Zjadin Sela e arsyetoi me tërheqjen e tij nga posti i kryetarit të Aleancës për shqiptarët, dhe kemi pasur edhe lider të partive të tjera shqiptare të cilët mbase të vetë trimruar dhe të dashuruar në vetveten
kanë bindur bashkëpunëtorët e tyre më të ngushtë se janë të pazëvendësueshëm, kështu që i kemi sot e kësaj dite në skenën politike, por pa ndonjë takat serios politik çfarë ka ta zëm zoti Ahmeti. Dhe prandaj po them këto zgjedhje për shkak të fushatës dinamike, për shkak të përplasjeve serioze politike maqedono-shqiptare, ndërshqiptare, do t'jenë vendimtare edhe për atë çfarë do të duhet të ndodhë nesër ose pas nesër, në sensin e marrjes së përgjegjësisë për humbjen në zgjedhje. Tani, këto figurat janë parë si pasardhësi apo janë vetë ofruar? Se përgjithsisht historia e politikës moderne ka treguar që një pjesë e mirë vetë ofrohen, kështu vetë etablohen si pasardhësi. Po, më tepër janë bërë edhe në çarshi spekulime apo parashikime se filani mund të jetë pasardhësi. Mirë po, ka kaluar një kohë dhe filani është spostuar. Gjithçka do të varet nga, do thosha, vullneti i zotit Ahmeti për të tërhequr nga politika, përtej dëshirave si të, le themi, zotit Mickovski apo zotit Mexhiti për pensionimin politik të tij, siç e kemi dëgjuar gjatë ditëve të fushatës që kemi lënë pas. Kjo analizë, Fatjona, do të jetë më bindse, më me këmbë në tokë nga e hëna e tutje. Për shkak se nga e hëna, në gjykimin tim, le themi për grupimin politik vlen, nëse i humbet këto dy qendra, Çairin e Tetovën, atëherë e ardhmja politike e këtij grupimi që paralajmërohet se mund të shkrihet në një parti vëhet në pikpyetje. Analoge me këtë, edhe humbja nga ana e BDI-s dhe e koalicionit evropian për integrim, humbja e Çairit, humbja e Tetovës, për shkak se gjitha sondazhet Gosivarin e lën fitoren e grupimit politik AKI, nuk e kanë të diskutueshme, por në këto dy qendra, kush i fiton këto dy qendra, ja shkakton goditjen serioze, të mos them vendimtare, rivalit të vet politik. Nëse mbetemi tek emri i zotit Ahmeti, ne duhet të bijem të gjithë dakord që nëse shumica e politikanëve në Maqedoninë e Veriut janë produkti politikës, Ali Ahmeti është produkti historisë, kështu që do jetë vështirë që të zëvendësohet. Ndërsa për sa i përket asaj mundësisë që një koalicion të mund të shkrihet në një parti të vetme, më fal që e them, po politika në Maqedoninë e Veriut ka treguar që më shumë nga një parti prodhon shumë parti, sesa nga një koalicion të prodhojë një parti do jetë goxharisi, ndoshta dhe ndot. Kur e thash këtë, kam parasysh edhe ngulmin, angazhimin me ngulm të Prishtinës zyrtare karshi njërit blok politik, në rastin konkret Vlenit, dhe nëse politikanët tanë këtu i kanë teket e veta, atëherë një presion nga jashtë mund të bëj atë çudin, por gjithçka varet se si do të kaloj Vleni në këtë garë zgjedhore dhe analoge me këtë edhe si do të kaloj edhe Aleanca Kombëtare për integrim. Në gjykimin tuaj, e para, a e kanë shqiptarët luksin që t'jenë kaq të ndarë edhe kaq të pozicionuar kundër njëri tjetrit, dhe si e shikoni ju këtë ndërhyrje? Le të themi respektive. Kaq të ndarë, do ta shtoj edhe kaq të përçarë.
Në gjykimin tim... Sikur s'më pëlqen ky termi përçarje e lashtendarja. Në gjykimin tim, politikanët shqiptarë në Tiranë dhe Prishtinë nuk kanë nxjerrë mësime nga e kaluara. Të thuash këtu 30 vjet më parë, nga gjysma e viteve 90 të shekullit të kaluar, kemi pasur një ndërhyrje të Prishtinës zyrtare këtu në Maqedoninë e Veriut dhe në vend që të Tiranës zyrtare në Maqedoninë e Veriut dhe në vend që Prishtina e dieshme dhe e sotme shqiptare të nxirrnin mësime nga ky pësim, sepse atë botë Partia e Prosperitetit Demokratik ishte lëvizje këtu në Maqedoni, u përça, prodhoi një parti tjetër. Dhe pas 3 dekadash, nga Prishtina bëhet një ndërhyrje, dhe them unë, anë që të pëlqen, një përçarje e re që nuk i sjell dobi, nuk është e shëndetshme për korpusin politik, për organizimin politik të shqiptarëve këtu në Maqedoni. Se të kishte prodhuar ndonjë rezultat të mirë, atëherë të gjithë do ta duar trokisnin. Mirë po, kur e shikon sot se po rikthehet ai fjalori i së kaluarës në tradhtar e advetar, në luftëtar për kauzën, dhe analoge me këtë edhe bashkëpunëtor të shërbimeve, përmenden kryesisht shërbimet serbo ruse, kjo nuk i bën nder, sinqerisht po ta them, Fatjona, askujt dhe as më pak nuk i bën nder lojtarëve nga jashtë. Mbetemi pak në Prishtinën zyrtare, mbetemi pak edhe tek qeveria Kurti. Si e shikoni Prishtinën zyrtare, qeverisjen Kurti, në raport të brendshëm, po edhe në raportin e marrëdhënieve ndërkombëtare? Po, e përmendëm zyrtaren e lartë të Bashkimit Evropian që këtë javë ishte në një turne rajonal, vizitoi Tiranën, të gjitha qendrat e 6 vendeve ballkanike dhe mesazhi i saj për klasën politike në Kosovë dhe sidomos për qeverinë Kurti ishte krijimi i institucioneve dhe kultivimi i raporteve të mira, më të mira me fqinjët. Në momentin që po flasim, ende nuk dihet nëse zoti Kurti do t'ja dalë të siguroj shumicën për të marrë drejtimin në mandatin e dytë të qeverisë së Kosovës. Duke marrë parasysh se vitin e ardhshëm fillim vitin e ardhshëm skadon mandati i presidentes Osmani dhe presidentja nuk zgjidhet në zgjedhje direkte nga qytetarët, por nga pazaret, le të them në thojza politike. Sipas shumë vëzhguesve dhe njohësve të rrethanave politike në Kosovë, është pa evitueshme shkuarja e Kosovës në zgjedhje të parakohshme. Madje, jo më larg se mbrëm, një miku im nga Prishtina më tha se zgjedhjet mund të mbahen edhe këtë fundvit. Mund ta lejoj apo s'është në dorën e zotit Kurti, sepse në zgjedhjet parakohshme atëherë zoti Kurti do të jetë i detyruar ta çojë vendin në zgjedhje për shkak se kalkulimet e të gjithë, jo vetëm të zotit Kurti, por edhe të aktorëve të tjerë
nga kur them të tjerë, kam parasysh PDK-n, LDK-n apo AK-n, edhe ata nuk duan që të bëhen një kartë e djegur nëse eventualisht pranojnë të bëjnë një qeveri, një kompromis, gjithnjë duke marrë parasysh se pozicionet e Zotit Kurti, karshit oponentëve të vetë politik kanë qenë goxha të ngurta, madje edhe denigruese për ta, dhe kjo ka bërë që të ketë një hendek mosbesimi mes të dyja taboreve politike në Kosovë. Do të ndalemi pak për të parë disa imazhe që janë sigurisht ekskluzive nga Almak Press, sepse ne e kemi ndjekur këtë protestë në terren, kemi pasur edhe raportime nga bashkëpunëtorja jon Glidona Daci, ne i ndjekim këto pamje dhe kthehemi të diskutojmë pak. Prej lufteve qaj largohet, që është lindur tramor. Lavdi! Me Unionin Artistik të Kombit Shqiptar, shoqatën Tirana dhe 10 shoqata patriotike të Shqipërisë organizojnë këtë tupim protest me moton unë jam UÇK! UÇK! Unë jam UÇK! Liri për shkrimtarët! Jam ushtar dhe UÇK, do t'jesim vendit liri, bres pas brezin e këto votra, jam i lasave të Evropa, bres pas brezin e këto votra, jam i lasave të Evropa, jo se shojos një plan toke, dy kish polke. Si e pat këtë atmosferë? Fationa, kemi pas një javë kuqezi të goxha intensive, po u mbyll me këtë protestë. Këta burra, fotografitë të cilëve i pam në sheshin Skënderbej të Tiranës, e meritojnë një mbështetje të këtillë, për shkak se nga zotrinjt Thaçi, Veseli, Krasniqi, Selimi, e deri tek të tjerët që janë në procedurë gjyqësore në gjykatën e Hagës, edhe deri të tjerët si Ramush Haradinaj, apo kreu i nismës që u përballën, Fatmir Limaj që u përballën me gjykatën e Hagës, nuk e kanë bërë për vete. Ata njerëz e sollën lirin e Kosovës, e sollën një epokë të re në historikun goxha të dhimbshëm të ecjes së shqiptarëve të Kosovës në për kohë. Prandaj është dobësi e politikanëve tanë që nuk e të i kalojnë vetën, sepse nderimi i figurave të këtilla, gjithnjë duke marrë parasysh mënyrën se si u dërguan në gjykatën e Hagës, sikur do të provonte atë kapërcimin e hendekut në një shoqëri që doli nga një konflikt i armatosur që e pagoi shtrenjtë me 2-13.000 viktima, dhe mungesa e një kurajoje politike, besa nuk e teproj nëse them edhe kombëtare, për të harruar diçka nga e dieshmja, kjo sikur u jep të drejtë atyre se ata që nuk e mbajnë mend historinë nuk mund
të bëjnë hapa serios edhe përpara. Do të mbetemi sërish në Tiranë, tani do të kalojmë të shohim pak situatën në Tiranën zyrtare. Shqipëria realisht është duke kaluar një përplasje goxha të fortë mes institucioneve. Ne do të ndjekim një material, po prapë nga bashkëpunëtorja jon Glidona Daci, që ka të bëjë pikërisht me përplasjen në këto institucione që i ka shkaktuar pikërisht shkarkimi i kryetarit të Bashkisë Tiranës, zotit Erion Velia, i cili tashmë është edhe i burgosur, i akuzuar për një sër akuzash të ngritura nga Spaku. Vendimi i presidentit për të dekretuar zgjedhjet në Tiranë pas shkarkimit të Këshillit të Ministrave të kryetarit të Bashkisë të Tiranës Erion Velia, nga ana tjetër duhet tekstuar që tashmë gjykata kushtetuese ka dalë me një verdikt duke pezulluar zgjedhjet për Tiranën. Kjo ka çuar në një përplasje institucionale mes institucionit të presidentit dhe po ashtu nga ana tjetër edhe gjykatës kushtetuese, ndërkohë që në datën 31 tetor gjykata kushtetuese do të zhvillojë në seancë plenare edhe kërkesën e bërë nga ana e Erion Veliait për shkarkimin të padrejtë. Ndërkohë që nga ana tjetër Këshilli i Ministrave ka ndikruar të gjitha argumentet principale interesuar në këtë proces, duke pretenduar që arsyeja e shkarkimit lidhet me faktin që kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj nuk është paraqitur në punë për 3 muaj me radhë, ndërkohë që nga ana tjetër gjykata kushtetuese do t'i japë të drejtën zotit Veliaj për të dëgjuar apo jo. Kjo do të mbetet për të parë pas seancës së 31 tetorit, ku do të dëgjohen të gjitha argumentat e palëve. Po ashtu nga ana tjetër, gjykata kushtetuese ka të drejtë të drejtohet me kërkesë prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, dhe po ashtu drejtorisë të përgjithshme të burgjeve që të bëjnë të mundër shoqërimin e Erion Veliait nga ambientet e gjykatës kushtetuese në mënyrë që ai të japë të gjitha argumentat e tij se përse ka munguar në fund, dhe po ashtu nga ana tjetër të gjitha argumentat që do t'i jepen në nivel kushtetues, sepse në rastin konkret edhe më herët kur ka pasur çështje të ngjashme, gjykata kushtetuese nuk ka dhënë të drejtë kryebashkiakëve apo kryetarëve të komunave më herët, të cilët janë shkarkuar pas kërkesës së bërë nga ana e Këshillit Bashkiak ose Këshillit të Komunës me vendim të Këshillit të Ministrave. Gjithsesi, betejë do të vijojë dhe më pas do të mbetet për të kuptuar ndoshta në ditët e vazhdim se çfarë do të ndodhë. Ajo që është e qartë është që Erion Veliaj tashmë i ka dalë kundër subjektet të këtij politik, Partisë Socialiste. Kushtetuesja, presidenti përballen me njëri tjetrin, refuzojnë le të themi dekretet e njëri tjetrit. Si e shikon këtë situatë institucionale? Flasim për plotësim të kushteve drejt Bashkimit Evropian, ndërkohë që politika e brendshme ka këtë lloj përplasjesh institucionale. Politika e brendshme, për shkak se ti referohemi edhe një herë kreut të Komisionit Evropian që turneun ballkanike nisi pikërisht me vizitën në Tiranë, e tha shkurt e shqip se Shqipëria ka përparuar në drejtim të parafrimit dhe të hyrjes në familjen evropiane, në Bashkimin Evropian. Këto përplasje politike janë një teatr që edhe nënkuptohet për shkak se zgjedhjet e përgjithshme, zgjedhjet parlamentare në Shqipëri e prodhuan një mazhorancë, do të thosha, të jetë dominante për pasojë, e lanë një opozitë të ndarë e po e përsëri edhe të përqarë. Jam i prirur të besoj se këto tensione politike, kur pikat të vëhen mbi i, kanë për të ulur, gjë që nuk mund të them për këtë pjesën tjetër të hapësirave shqiptare. Do të ndalemi vetëm edhe në një moment shumë të rëndësishëm që në fakt është bërë mediatike thuajse në të gjitha vendet kryesore, është pikërisht vrasja në ambientet e një gjykate në Tiranë e një gjyqtari. Ne ndjekim një tjetër material të bashkëpunëtores tonë dhe e komentojmë në fund të kësaj intervistës së bashku. Vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja pas ditën e 6 tetorit në sallën e gjyqit, pa diskutim që ishte një nga ngjarjet më të rënda dhe ka trodhitur thellësisht opinionin publik në Shqipëri, por edhe kudo ku ka shqiptar. Ndërkohë që nga ana tjetër, sa i takon perceptimit publik,
për shkak edhe të procesit të vetimit, për shkak edhe të numrit të lartë të çështjeve, për shkak edhe të faktit që shumë qytetarë shqiptar janë detyruar të qëndrojnë me vite të tëra në anketët e gjykatave, në dyert e gjykatave për të kërkuar drejtësi, në një farë mënyre u duk se u ka një gjuhë mbështetje në drejtim të autorit të kësaj vrasje, pasi besimet e perceptivi qytetarëve shqiptar tek drejtësia ka rënë ndjeshëm. Pa diskutim që tashmë ka nisur një përplasje hapur mes pushteteve, por nga ana tjetër duhet tekstuar që të duhet të punohet edhe nga ana e mediave dhe institucioneve të tjera që të ulë gjua urrejtjes dhe turmes së drejtim të personave të cilët përshkrojnë funksionet në sistemin gjyqësor, që janë prokuror, gjyqtar, po ashtu nga ana tjetër avokat, policë, oficer të policisë bujqësore e stafe administrative, ndërkohë që gjithë këto dinamika janë në fakt kanë ardhur dhe kanë sjellë një vorbull pa siguri dhe pa qartësi rreth asaj se çfarë po ndodh, pasi vrasja e një gjyqtari në sallën e gjyqit ka shkelë në ngjarjet më të rënda, të cilat duhet tekstuar ka marrë edhe shtrirje botërore, ku është bërë lajm në të gjitha mediat e mëdha ndërkombëtare, për shkak se nuk ishte dëgjuar ndonjëherë as familjet mafioze italiane nuk kanë ekzekutuar gjyqtarë prokurorë në sallën e gjyqit për te vrasjeve të cilat kanë ndodhur jashtë institucionit ku jepet drejtësia. Si që tha edhe Glidona, vrasjet të atyre që bëjnë drejtësi ka ndodhur le të themi në të gjithë historikun, po që nuk ishte ndodhur ndonjëherë që një gjykatës të vritet në ambientet e brendshme të vendit të tij të punës, pikërisht në gjyq dhe pikërisht sapo ka përfunduar dhënien e një vendimi. Çfarë i flet demokracisë, le të themi, për te një shteti një akt i tillë? I flet për atë se edhe institucionet nuk e kryen punën si duhet, punën për të cilën paguhen, dhe kjo nënkupton funksionimin apo më mirë thënë mos funksionimin e të gjitha levave, hallkave të pushtetit, sepse sikur shteti i së drejtës të kishte vepruar nga zanafilla e mënyrës se si Dorasi apo familja e Dorasit e mori atë pronë në Shkodër, se si e përligji pronësin, e mori mbi vete atë pronë, dhe pas, në mos gabohem, pas goxha vitesh u privua nga ajo, kjo nga njëra anë, dhe mos funksionimi i gjyqësorit. Edhe ditën që ndodhi, ditën tragjike, sepse të hysh i armatosur në gjykatore, kjo është... Do të thotë që kanë çeduar shumë element. Shumë element. Prandaj uroj që edhe në Shqipëri, po edhe këtej jashtë Shqipërisë të nxjerrin sa më parë mësime nga këto pësime që realisht janë goxha të kushtueshme. Me që jemi tek nxjerrja e mësimeve nga pësimet dhe po kthehemi sërish në bazë. Politika shqiptare edhe gjatë kësaj fushate si e keni parë ju, ka nxjerrë mësime nga pësimet e veta apo është në proces mësimi akoma? Gjykoj se është në këtë pjesën e dytë të kësaj që sapo the, se Ashiqare nuk ka nxjerrë mësime, etiketimet, denigrimet, akuzat e ndërsjella që po bëhen për një palë zgjedhjesh lokale, kujtoj se nuk sjellin vota. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij emisioni të parë të Agorës. Të falenderoj shumë për gjitha mendimet që dhe në këtë intervistë. Të uroj edhe njëherë punë të mbarë ty dhe stafit tënd, le të them, të mrekullueshëm. Falenderit shumë. Një fushatë elektorale përfundoi, por jo edhe betejë për demokracinë.
Përpara Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë apo Kosovës mbetet një pyetje esenciale. Apo ndërtojmë demokraci mbi ide apo mbi interesa? Do të jetë sfida e politikës shqiptare për të kthyer përgjigje kësaj pyetje. Natën e mirë.